Sot, mediat njoftojnë se janë lëshuar një seri kalp mandatesh arresti për rrethin më të ngushtë të Edi Ramës, Ergjys Agasin, i arratisur të paktën 3 javë më parë nga Shqipëria, ish ortakun e Armand Frangut, se për Armandin, i cili është epiqendra, akoma nuk është bërë qartë ka lëshuar mandat arresti apo jo. Geron Meçën, ish ortakun e Frangut, i cili ka 2 muaj apo 3 që është në rrëti, pasi doli nga pegmarrja e organizuar nga Ergjys Agasi me porosi të Edi Ramës dhe familjes. Ka apo jo mandat arresti për Linda Ramen, e implikuar direkt sipas regjistrimeve ambientale në tenderat e familjes pra të Frangut, Armand Frangut. Dje apo pardje ju informova se në kopshtin privat të Edi Ramës, ajo është famozi Ermal Beqiri, ajo është Lubia Bis, Mirlinda Kashanaj, Edi Rama në mes dhe koordinatori i tij për mafjen dhe të gjitha problemet e zeza, Ergjys Agasi, mungojnë aty nga zyrtar Vlora Juseni, e cila ka qenë e atij anturazhi. Ky është famozi Geron Meçë, ortaku, kurse ky është baxhanaku i dashur, që çonte parat me valigje